Presidentin e Republikës Kosovës, çështja ngelet e hapur, mundësit janë aty, a do të shfrytëzohen, do ta marrim vesh së shpejti. Ju e dini që ne si subjekt fitues i zgjedhjeve, si lëvizje vetëvendosje bashkë me partnerët tonë, Guzo dhe Alternativa, i kemi 57 deputet, së bashku me pakicat përbëjmë mazhorancën për 66 deputetve, por nuk i kemi edhe 14 ende që të sigurohemi që gjithë shka do të shkojmë bare mirë në ditën kur duhet të zgjedhim Presidentin e Republikës. Tash, ju e keni parasysh, unë herën e kaluar me 56 deputet u përpoqja që të zgjedhim kryeministër për t'i arritur 61, nuk u bëj mundur për kundër faktit që gjithë shka u stërzgjat për shumë muaj, e tash nuk jemi vetëm 5 deputet larg, tash jemi 14 deputet larg, që e bën situatën më të vështirë, por si lëvizje vetëvendosje ne kemi mundësi që ta nxjerrim një kandidat sepse i bëjmë 30 nënshkrime. Nevojitën 30 nënshkrime të deputetëve për të pasur kandidaturë. Bashk edhe me pakicat që i kemi në mazhorancë, mund t'i nxjerrim edhe 2 kandidat, për shkak se me 66 veta mund t'i bësh 60 nënshkrime. Tash edhe opozita, nëse nuk e përfshim listën serbe, janë 43 deputet. 22 PDK-ja, 15 LDK-ja dhe 6 AK-ja, gjithë se i bëjnë 43. Pra edhe opozita mund të nxjerrë kandidat. Kushtetuta na obligon që ti evitojmë zgjedhjet, që të mos shkojmë zgjedhje. Kushtetuta thotë që ne duhet të angazhohemi maksimalisht që të mos shkojmë në zgjedhje. Në anën tjetër obligon edhe deputetët që të votojnë. A do të realizohet kjo nuk e di, por kushtet janë ideale që të kemi edhe 3 kandidat, ndërkohë që aktualisht nuk është asnjë. Dhe për shkak se mundësit janë aty, unë do të vazhdoj që të komunikoj në mënyrë që edhe nesër edhe pas nesër të arrim tek rezultati dhe më pastaj edhe tek suksesi i zgjedhjes presidentit, por tash për tash nuk mund të them se ka diçka të re, meqense se në njërin anë figurë konsensuale nuk kemi, ndërkaq në anën tjetër marrëveshje politike po ashtu nuk kemi, sidomos prej se nga PDK-ja u tha që propozimi duhet të jetë partijak. E kjo e bën më të ndërlikuar çështjen. Pra nuk po flasim me emra të përveçëm, por ngelet edhe nesër e pas nesër të shohim se çfarë mund bëjmë ndoj hap përpara, sepse po e ritheksoj, kjo çështje e hapur i ka mundësitë reale, aktuale aty, por varet a do të përdorën ato. Kryeministra do të thotë kandidoni zonjën Vjosa Osmani, se më herët kemi thonë që është njëna prej presidentëve që ka marrë shumë vota qytetarëve, tash pse s'po e kandidoni, apo për shkak që nuk jeni të kënaqur me punën e saj si presidente, apo pse po hezitoni me kandidaturën? Ne duhet i kemi 80 veta të cilët qëndrojnë në sallë dhe votojnë minimalisht. Konsiderojmë që nuk mund të shkojmë me 80 në votim. Po doli 79 numri në fund, automatikisht shkojmë në zgjedhje. E kemi prioritet absolut në situatën aktuale politike evitimin e zgjedhjeve. Duhet të sigurohemi që jo t'i kemi 80, po duhet të sigurohemi që t'i kemi një 84-85. Dhe për këtë është duke u bërë beteja me këto komunikime e me këto takime të cilat po i zhvillojmë. A ishit e Vjosa Osmani tash në takim me qenë se takimi me Demira Gjigjigun? edhe ajo Unë jam vazhdimisht në komunikim e në takime me të gjithë këta, kur s'ka qenë atmosfera më konstruktive me opozitën, mirë po atmosfera më konstruktive nuk nënkupton automatikisht hapa konkret. Tash 30 nuk zgjedh punë. Edhe njerë po e theksoj, as 80 nuk është garanci. Duhet 84-5, që t'jemi të sigurt për 80, por si lëvizje vetëvendosje, ne e kemi në dorë një 30 për një kandidat. Me pakica tjera, si 66 që jemi, i kemi 2 kandidat. Por është problematike, sepse edhe 14 të tjerë nuk i kemi. Na lejoni që të përpiqemi edhe sonte, edhe nesër, e pas nesër besoj që duhet të mësohet për këtë gjë. Pa dyshim që do të diskutojmë edhe për emra konkret, por edhe njëherë po them, mundësit janë aty, nuk ka nevojë të shkojmë në zgjedhje,
por për shkak të mundësive që janë aty, është e arsyeshme të mos shkojmë në zgjedhje, veç se nuk është hera e parë që në Kosovë ndodhin edhe gjëra të paarsyeshme. Pra unë edhe një herë bëj thirrje që të mos shkojmë në zgjedhje, të sigurohemi që do t'i kemi së paku 80 aty dhe më pastaj të vazhdojmë. Padyshim që në vijim do të flasim edhe me emra konkret sepse ju e dini që nuk mjafton një kandidat, duhet 2 kandidat. Faleminderit shumë. Ministri shumë shkurt.